Ju nga tjeta uroj të jeni mirë, dashur miq, ka një zhvillim të madh sot në Shqipëri, i cili lidhet me vizitën e vajzës së presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump. Zonja e Jared Kushner kanë ardhur në Vlorë, janë shoqëruar nga policia e Shqipërisë, sigurisht bëhet fjalë për një investim marramendës në ishullin Sazanit dhe në Zvërnec. Çfarë fshihet pas kësaj vizite? Përse vjen kjo vizitë pikërisht në këtë moment? A mundet vizita e zonjës Ivanka Trump të shpëtoj Edi Ramën nga spaku dhe bashkëpunëtorët e tij antishqiptar në këtë moment të rrezikshëm që po kalon Shqipëria? Si do të ndikojë vizita e Kushner Trump dhe investimi strategjik amerikan në ishullin Sazanit në vijimsinë e proceseve të spakut ndaj Edi Ramës dhe antarëve të tjerë të rilindjes, të cilët janë të implikuar në dosje të rrezikshme. Ç'është ky vendim amerikan dhe pse pikërisht tani? Si do të ndikojë ky vendim i familjes Trump për të ardhur dhe për të investuar në Shqipëri në kushtet kur gjithçka është bllokuar në Beograd? Në të njëjtin investim pra madhor që do të bëhej në Beograd është anulluar nga familja Kushner apo është ngrirë për momentin? Kush qëndron realisht pas këtyre investimeve? Sa kohë mundet të blej Edi Rama në këtë moment, pra kur ka përballë një spak, ka marrëdhënie të ngrira tërësisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka marrëdhënie të ngrira tërësisht me Departamentin Amerikan të Shtetit, ka marrëdhënie të ngrira me Ambasadën Amerikane në Tiranë, ka dhe atë që ju e pat vetë, atë pamjen e famshme kur e vendosi Belinda Balluku në krah të ngarkuarës me punë të Ambasadës Amerikane zonjës Nancy Varnhorn këtu në Shqipëri, kur u bë për urimi i biznesit amerikan në Tropoj. Çfarë do të thotë për rajonin e Ballkanit strategjikisht ky investim? Cili është mesazhi amerikan për Europën? Cili është mesazhi amerikan për Ballkanin? A do të mundet Rama të shpëtojë me këtë investim dhe sa do ta përdorë ai atë? Të gjitha këto detaje do t'i shohim bashkë shkurtimisht në këtë bisedë shumë të rëndësishme, të cilën do ta bëjmë për këtë pjesë të ditës. Dhe darkë do të kemi një takim tjetër shumë të rëndësishëm për zhvillimet më të mëdha në makro dhe në mikro këtu në rajon, për të parë të gjitha çfarë është duke ndodhur, pra sepse nuk ka më kohë. Rikthimi i Ivanka Trump dhe përdorimi i një mbulese mediatike të fortë që është pritur nga policia, shoqëruar nga forca të shumta policie për në një resort atje në Vlorë ku do të qëndrojë vajza e presidentit të botës, vajza e njeriut më të fortë, vajza e familjes më të pushtetshme sot në planet, vjen këtu në Shqipëri për të folur për investime strategjike, që bëhet fjalë për investimin e ishullit të Sazanit dhe në Zvërnec. Pra, pse pikërisht tani dhe si duhet ta kuptojmë këtë? Pikërisht kjo vizit vjen në momentin kur kishim një ngrirje të cilën e njoftoi edhe Jerusalem Post në Izrael, e njoftuan edhe media të tjera në vende të tjera, të cilat janë shumë mirë të informuara, që pas këtij investimi 1.4 apo 1.2 miliard dollar në Sazan dhe në Zvërnec të familjes Trump dhe Kushner, pra të dhëndrit dhe të bijës së tij, ka edhe fonde të tjera para arabe të cilat vinë nga vendet e gjerit. Dhe unë ju kam informuar për këtë, pra është një kapital i madh arab që është vjen me emrin dhe me fytyrën e zonjës Trump. Përpara 2 muajsh dhe përpara 1 muaji, deri në atë moment raportet ishin të ngrira. Pra njoftimet tregonin se kapitali arab dhe kapitali amerikan që ndodhet pas kompanive të zonjës Trump dhe bashkëshortit të saj Kushner, i kishin ngrirë raportet duke u tërheq një nga Beogradi dhe duke ngrirë atë çështjen e investimit në Shqipëri. Kjo ishte e lidhur me studimet e fundit të lëkundjeve të pllakave tektonike të rajonit Ballkanit që po bëheshin në Washington dhe lidhej gjithashtu me
strategjinë amerikane të ardhshme për Ballkanin. Çfarë do të thotë kjo? Sigurisht që të vi familja më e pushtetshme në Amerikë sot dhe të investoj këtu investim strategjik në këtë moment jashtëzakonisht delikat që po kalon Europa dhe Ballkani, ky është një mesazh shumë i fortë. Mesazhi i fortë është për rajonin, mesazhi i fortë është për Beogradin, mesazhi i fortë është për Tiranën, mesazhi i fortë është për Europën. Respektivisht, për Europën është mesazh që në kushtet e përplasjes së Amerikës me Europën, Amerika nuk do të tërhiqet nga Ballkani. Mund të tërhiqet nga Europa, mund të ketë përplasje me Europën, mund të ketë fërkime me Europën, mund të ketë luhatje të mëdha të humorit dhe të marrëdhënieve me Europën, por kjo nuk do të thotë që Amerika do të tërhiqet nga Ballkani. 2. Mesazhi për Ballkanin është që Shqipëria tashmë me sa duket është marrë vendimi në Washington do të jetë domen amerikan në epokën e re gjeopolitike, sepse Jared Kushner dhe investimi amerikan apo dhe investimet arabe, të cilat fshihen qëndrojnë pas investimit pas kompanive të zonjës Trump apo të Jared Kushner, nuk mund të vinë nëse nuk ka garanci stabilitet afatgjat gjeopolitik. Sepse pa stabilitet afatgjat gjeopolitik nuk mundet të hidhen miliarda dhe të tjera miliarda. Mesazhi shumë i rëndësishëm për rajonin është që amerikanët do të blindojnë trojet shqiptare dhe do të blindojnë Shqipërinë, sepse nuk mundet të vi kapitali amerikan, as kapitali arab, që është aleat me kapitalin amerikan, nuk mund të vi në trojet shqiptare pa një stabilitet afatgjat. Këtë stabilitet e vendos jo Rama, as Berisha, as Krishniku, as Genci, as Agimi. Këtë e vendos gjeopolitika, sepse ne jemi shtet i vogël dhe nuk mundemi të ndikojmë gjeopolitikisht. Mesazhi tjetër shumë i rëndësishëm është që do të ngrim marrëdhëniet dhe projektin e Beogradit, për të cilin Vučići u shpreh i alarmuar se trembjen e investitorit amerikan e bën protestat e shumta në Beograd, pra që do të thotë lidhet me destabilitetin e Serbisë. Përse është mesazhi në këtë formë për Beogradin? Mesazhi për Beogradin është që Amerika nuk e sheh Serbinë më si partner të madh të fortë real, pasi Serbia nuk ka mundur ende ta zgjidh çështjen e lojës me 2 karrige. Që do të thotë Serbia nuk mundet t'i jap garanci afatgjat cash flowit, pra paras amerikane dhe investimit amerikan strategjik dhe investimit arab strategjik që gërshetohet her pas here me investimin amerikan për nevoja gjeostrategjike dhe gjeopolitike, nuk mundet të vinë në Beograd as në Serbi, përsa kohë Serbia nuk e ka zgjidhur çështjen e lojës me 2 karrige. Një karrige në lindje, një karrige në perëndim. Dhe përsa kohë Serbia, Vučići janë të kapur nga Aleksandar Vulin, nga Radojčić dhe nga grupe të tjera ekstremiste dhe terroriste që destabilizojnë Republika Srpska në Bosnë dhe veriun e Kosovës, do të thotë që Serbia vazhdon të luajë deri në këto momente, ka zgjedhur të luajë strategjikisht me violinën e Moskës, që do të thotë kjo nuk është një garanci për amerikanët, as për kapitalin e tyre strategjik, as për kapitalin tjetër strategjik që fshihet pas tij në këtë moment që të vi në Beograd. Të paktën deri në këtë moment. Ajo që ju kam thënë vazhdimisht dhe që e përsëris jo rastësisht në çdo bisedë dhe emision që bëjmë bashkë është fakti se politika strategjike e Donald Trumpit dhe e Amerikës në këtë moment është ajo që ne e kemi quajtur apo që ata e quajnë the unpredictability of the American policy, që do të thotë paparashikueshmëria e politikës amerikane. Pra, ti mund të dëgjosh brenda 24 orëve në politikën e Trumpit 4 deklarata që nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Pyetjet që bëjnë shqiptarët sot janë: si ta kuptojmë këtë investim të Amerikës, si ta rikthejmë këtë, si ta kuptojmë këtë rikthim të Donald Trumpit në kushtet kur Edi Rama dhe qeveria e tij
janë të akuzuara nga SPAK, bashkë me Ballukun, bashkë me Çetën e Rilindjes, nga i njëjti institucion, siç është SPAK-u, i investuar dhe i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe nga amerikanët, si ta kuptojmë dhe a është Rama në fakt duke shitur Shqipërinë për të blerë pushtet në tregjet ndërkombëtare apo tek administrata Trump, dhe a mundet Rama të blej pushtetin e tij dhe ta zgjas me blerjen e familjes Trump apo duke ofruar copëza Shqipërie të rëndësishme për familjen Trump dhe bizneset e tij. Le t'i shohim hap pas hapi. Fillimisht, duhet kuptojmë që ajo që po ndodh është një zhvillim, ky që po ndodh është një zhvillim i jashtëzakonshëm që vjen në një moment gjeopolitik jashtëzakonisht të rëndësishëm. Dhe rëndësia dhe vlera strategjike e këtij investimi është shumë e madhe. Një, sepse ai mund të tërheqë investim kapital ndërkombëtar të jashtëzakonshëm në turizëm, sepse çdo investim amerikan konsiderohet si busull dhe orientim për kompanitë e tjera të mëdha gjigande dhe për kapitalet e reja të mëdha gjigande, veçanërisht kur janë kapitalet amerikane dhe ato që i pasojnë mund të jenë arabe apo të tjera, çfarë do qofshin, investimi amerikan do të thotë shkon atje ku do ketë stabilitet dhe atje ku janë të sigurta. Çfarë do të thotë hap rrugën për investime të tjera madhore. Do të rrisë profilin e Vlorës pas një diskutim si një destinacion turistik ndërkombëtar. Do ta shndërrojë Shqipërinë në një zonë me kapital të lartë ekonomik dhe me punësim, pa diskutim, dhe potencialisht do të sjellë partner të ri të mëdhej global për që do të vinë dhe do të ofrohen për zhvillime turistike në Shqipëri, dhe kjo pa asnjë diskutim ka ndikim të drejtë në ekonomi. Pyetja është, përpara se të shkojmë tek pyetjet, mund të themi që vizita e zonjës Ivanka Trump dhe Jared Kushner nuk është një vizitë turistike. Është vizitë strategjike për takime dhe diskutime mbi investime luksoze në Shqipëri, dhe projekti i Sazanit është investim miliardësh me ndikim strategjik dhe gjeopolitik. Ne duhet tani të shohim sa përfiton dhe si ndikon kjo tek marrëdhëniet SBA Shqipëri. Marrëdhëniet zyrtare SBA Shqipëri në këtë moment janë të tensionuara, janë të ngrira dhe raportet janë qarta të futura në frigorifer tek kazani i mishit sipër ku kanë ngrirë. Dhe kjo ka ndodhur qartësisht për atë që amerikanët e kanë shprehur vetë, për arsye të korrupsionit, për arsye të krimit, për arsye të lidhjes së qeverisë me kartelet e drogës dhe me krimin organizuar, dhe për arsye të shkeljes standardeve demokratike në Shqipëri. Megjithatë, kjo nuk i ndalon investimet strategjike amerikane që të vinë dhe të hyjnë dhe që kanë lidhje të forta me administratën Trump, që të hyjnë dhe të krijojnë kontakte të reja, pra me një lidhje jo formale, por me ndikim shumë të madh politik dhe ekonomik. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të mbështesin indirekt zhvillimin e një projekti madhështor dhe strategjik si ky, pa përmirësuar dhe pa ndryshuar trajektoren e raporteve me qeverinë e rilindjes dhe pa ndryshuar qëndrimin e tyre ndaj bëmave të qeverisë së rilindjes. Cili është efekti i gjithë kësaj? Krijohet një udhë alternative në momente të tensioneve dhe të zhvillimeve të mëdha gjeopolitike, ku kapitali amerikan hyn në Shqipëri pa ndikuar dhe pa ndryshuar pozicionin diplomatik të Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Shqipërisë. Tashmë, grupi i llapistëve të rilindjes dhe të karagjozëve të tjerë të opozitës kanë dalë të egzaltuar nëpër televizione duke maskuar lojën që po e bëjnë të dy bashkë. Zarët e Ramës dhe zarët e Berishës janë të gjithë nëpër televizione të eksituar në maksimum. Njëra palë thot sa i madh është Rama dhe po vjen investimet amerikane, duke i bërë llap Donald Trumpit tyrë lloj kërme hajdute që
merë paguhet nga Rama për të bërë propagandë tek televizionet e Edi Ramës, ndërsa këta zarët e Berishës janë shumë të lumtur për ardhin e Donald Trumpit, sepse ai ka ardhur për këta, kuptoni ju? Dhe se ai do të kishte ardhur edhe sikur të kishte qenë kushdo në pushtet. Të dyja palët tallen me shqiptarët, ju e dini, ata janë gati t'ju ashesin edhe veshkat në mënyrë që të ruajnë pushtetin e tyre bipolar dhe monopolin e kësaj klase ordinere anti-shqiptare politike. Çështja është që cili do të jetë ndikimi i këtij vendimi strategjikisht. Një, është shumë e rëndësishme që investimet amerikane strategjike të vinë në këtë moment, sepse japin garanci për Ballkanin, jo për Edi Ramën, japin garanci për shqiptarët, jo për qeverinë e rilindjes, japin garanci për të gjithë shqiptarët dhe jo për zarët që i bëjnë fresk Berishës dhe që kanë ardhur nga kampi i Ramës, siç është Fred Lela, kryetari i propagandës së Sali Berishës, është një sorosian që ka ardhur nga radhët e majtës liberale, e hodhën e futën tek Partia Demokratike, që ja dha Saliu si garanci Sorosit, që e kemi bërë këtë bisedë më përpara, si ai do të rrethohet me njerëzit e tij si garanci e Saliut për Sorosin. Por të dy do të bëjnë Rama sikur u pajtua me Trumpin dhe sikur u xerruan problemet me që u rikthye Ivanka Trump, këto po e bëjnë mizat elektronike dhe ushtria digjitale e Edi Ramës, bashkë me mediat e tij të degeneruara, të cilat e mbështesin qeverinë e tij të ndyrë dhe anti-shqiptare, këtë kohë po ndërtojnë sot. Dhe këtë do ta vazhdojnë. Do t'i bindim shqiptarët që Rama po pajtohet me Trumpin dhe s'ka si problem, dhe është i fortë dhe do qëndrojë dhe nuk ndryshon asgjë, spaku s'ka fuqi të veprojë se ai është i lidhur me Trumpin dhe me Kushnerin, siç bëjnë llapistët e Ramës që dalin aty. Ndërsa zarët e Berishës dalin thonë që ne do të jemi aty, ne jemi alternativa, ne bëjmë kështu, por në fakt ata janë të gjithë bashkë, ata po bëjnë të njëjtën lojë bashkë, ata janë të gjithë zarët e të njëjtës kusi. Sepse ekziston dhe një mundësi që i gjithë teatri të jetë teatri i madh kjo, teatri me të djathtë, me konservator, me të majt, është një prallë e madhe të cilën unë do ju a shpjegoj në vijim, ka lidhje me botën e re që po lind, është një plan i madh të cilin nuk ju a shpjegoj dot tani. Mund t'ja them me dy fjalë. Nuk ka më botë ideologjike, s'ka më të majt të djathtë. Nuk ka më nacionalizëm, patriotizëm, majtist, djathtist, marksizëm, islamik, kristianik, protestant, ortodoks, gjitha këto bota e re, projekti që është nuk ka më botë ideologjike. Qa beso ti, besoj e ke shtëpia jote. Sot është individi, kush ka fuqi të çaj, kush ka fuqi të bëj para, kush ka fuqi të bëj biznes. Ideologji mbaje ke shtëpia, mbaje brenda dhomës tënde. Kjo është bota që po projektohet. Do ju bëj një shpjegim dhe një video të posaçme për këtë, për botën që po projektohet. Është bota e elitave, është bota e kapitalit, e atyre që të thekin kokën në para, e bizneseve të mëdha, e korporatave, kështu ka qenë, por ka qenë pak më ndryshe deri tani. Kanë pas ndikuar ideologji, tashmë nuk do ketë më ideologji. Do jemi vetëm në botën e individit, jo nacionalizmit, jo religionit, jo majtizmit, djathtizmit, marksizmit, kapitalizmit, gjitha këto do palosen. Botë po projektohet një gjë e madhe. Ndaj këta janë bërë gjithë bashkë tani. Ne si shqiptar i kemi marrë, na vjen një garanci që Amerika deri tani, pavarësisht se jemi tek unpredictability of the American policy, jemi tek paparashikueshmëria e politikës amerikane, ne duhet kuptojmë në këtë moment, deri në këtë moment, trajektoria është që ka garanci amerikane për Ballkan. Të paktën shqiptarët po zëvendësojnë serbët në pamjen e parë deri tani. Por kjo nuk është strategjike dhe kjo mund të lëviz nga momenti në moment, sepse lobet lëvizin, ekuilibrat lëvizin dhe ai popull që nuk është i aftë të organizohet dhe të ndërtojë strategjinë e vet në këtë moment është komplet duke shkuar drejt humnerës. Sa i përket shitjes së Sazanit apo shitjes së Zvërnecit apo të pasurive të Shqipërisë, çdo lloj zuzari që të vi nga këta që kanë qenë 34 vjeç, unë ua kam thënë
jo Shqipërinë, po edhe veshkat tuaja dhe mëlçit do i shesin për transplant. Janë gati të shesin gjithçka. Dhe çështja e investimit nuk është çështje e shitjes së Edi Ramës. Edi Rama me Berishën dhe me ortakët e tij në opozitë që e shkatëruan këtë popull për 34 vjet, ata janë të gatshëm t'ju shesin edhe veshkat ju, që ata të qëndrojnë pushtet. Çështja është që strategjikisht Trumpin, apo Amerikën e Madhe, apo Europën, apo ekuilibrat e ri gjeopolitik, mund t'i mbani ju si kombë ose si popull vetëm në rast se ja dilni të organizoheni dhe të ndërtoni elita politike të mendimit, të filozofisë, të strukturës, të sigurisë, që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të prodhojnë një strategji kombëtare dhe një skem të re kombëtare për t'i bërë ballë zhvillimeve të mëdha gjeopolitike. Përndryshe nuk keni shpëtim. Dhe Trumpi nuk është bamirës. Trumpi nuk është shoqata humanitare, as Amerika. Kuptojeni mirë këtë. Por dembelët që i kemi në mesin tonë dhe servilët dhe ordinerët e kësaj race që janë mësuar gjithë jetën komunizëm, jetuan me servilizma, me lapizma dhe me spionliqe. Tashmë të njëjtat fytyra i kene për televizionin nga mëngjesi deri në darkë. Lapizëm, servilizëm dhe spionliqe. Vetëm me këtë janë special. Këtë pjesë të popullatës, në qoftë se nuk e ndalojmë, do të na shkatërrojnë si kombë. Nuk keni shpëtim, as ju, as unë, as kërkush tjetër. Do bëhemi bashkë, do t'i bëjmë ballë, do t'i demaskojmë, do t'i çirrim maskat, do t'ju agrisim pantallonat në sytë shqiptarëve me fakte, me argument dhe me të dhëna konkrete. Hajde të shpëtojmë. Unë do vazhdoj të luftoj, sepse unë besoj që poshtë dheut është 1000 herë më mirë si sipër dheut i poshtrum dhe sklav dhe pa dignitet dhe qenë birqeni 7 brezash. Sepse problemi nuk është se vdes vetëm ti dhe jeton ti si qenë birqeni. Ti dhe 7 brezat e tu, poshtrimi do pjell poshtrim dhe do trashëgoj vetëm poshtrim, servilizëm dhe nënshtrim. Ndaj, kush ka i fije dignitet dhe krenari lufton sot dhe bën sot betejën e dignitetit dhe të nderit për veten, për dignitetin e vetes dhe për 7 brezat që do të vinë, klyshët e klyshve. Sepse kush rron pa dignitet sot në këtë botë që po vjen, vetëm poshtrim, sklavëri dhe imoralitet do t'i trashëgoj brezave të ardhshëm. Ndaj, unë e mendoj, poshtë tokës me nder është shumë herë më mirë se sipër tokës i pështir, i neveritshëm, spiun ordiner, hajdut imoral kurvar, lapist sklav i këtij sistemi dhe i këtij Edi Ramës dhe i shokëve të tij në opozitë. Nëse ju e merrnit njëjtin vendim, ne do t'i shkatërrojmë ata dhe planet e tyre dhe do të ndërtojmë një Shqipëri dignitare. Në qoftë se jo, nuk mundemi të shpëtojmë dot dhe poshtrimin kemi për ta trashëguar 7 brezash, sepse kjo klasë politike anti-shqiptare është më anti-shqiptarja që kemi pas në të gjithë historinë. Mjafton të shohësh ndyrësirat që përfaqësojnë Berishën në televizion dhe ndyrësirat që përfaqësojnë Edi Ramën në televizion, fytyrat më të urryera në Shqipëri, krijesat më imoralet në Shqipëri, krijesat më të pafytyra në Shqipëri, krijesat më të ndyra në Shqipëri, krijesat më me pak dignitet në Shqipëri, i keni aty. Pse? Sepse digniteti nuk po ditë organizohet, ndërsa poshtërsia po ditë organizohet. Ndaj, nuk është çështje e shitjes Shqipërisë, sepse Amerika do ta marrë në Shqipëri atë që do, kush do që të jetë kryeministër. Ndaj, bëni syt 4, hapni syt 4, të kuptojmë çfarë po ndodh mirë, sepse Rama do tentoj të blej kohë, kaq. Ai dhe mediat e tij të degeneruara ordinere që ka në Tiranë në kontroll, që i ka bler pronarët e tyre me tendera dhe me PPP-ra dhe me koncesione. Rama ka vetëm një detyrë, të blej kohë ndërkombëtare dhe të shtyjë ndëshkimin e tij. Problemi është që duhet të kuptoni dhe që duhet të njoftoni pjesën tjetër të shqiptarëve. Departamenti i Shtetit, Departamenti i Drejtësisë në Amerikë nuk funksionon në nuk ndikohet nga bizneset drejt për drejt. Sa do që të ndikoj.
Ndaj mos e lejoni që ta hanë karremin shqiptarët, që Rama është i pashëmshëm, Rama është i madhi, Rama është, se këtë duan dhe ata të opozitës, që të rinë bashkë Rama, Berisha, binomi dhe të ndajnë Shqipërinë që i flikun e tyre. Kjo botë pra është e të fuqishmëve. Kjo botë është atyre të cilët kanë mundësi të vendosin rregulla dhe kushte. Ajo që duhet të përpiqemi të kuptojmë për t'i vënë kapak kësaj historie është: 1. Investimi strategjik amerikan është i mirëpritur në Shqipëri sepse është garanci gjeopolitike për rajonin. Hap dyert të tjera për investime të tjera madhore strategjike sepse injekton në botë dhe tek kapitali i madh ndërkombëtar idenë se këtu ka stabilitet politik dhe se ka garanci edhe për vitet e ardhshme, për arsye se nuk ka investim që të vijë në qoftë se nuk ka garanci afatgjatë. 3. Nuk ka asnjë mundësi të ndikojë tek zhvillimet në SPAK, nuk ka asnjë mundësi të ndikojë tek gjykimi, tek vendimi i gjykatës kushtetuese që është me datë 22, përveç se në rast se ajo ka vendosur të jap gjykim pro Ramës dhe pro Ballukut, nuk ka asnjë mundësi që të shkojmë në zhvillime strategjike që ndryshojnë strategjikisht qëndrimin e SBA-s për Ballkanin. Por, a duhet ne të flem dhe t'i fusim këmbët në legen me ujë të nxehtë dhe të presim që të na vi shpëtimi nga jashtë? Jo në asnjë mënyrë. Është koha e popujve të vetëdijshëm, të cilët ruajnë dhe krijojnë garanci për të ardhmen e vet. Në qoftë se ju shqiptar, brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, do t'ja dilni që të krijoni këto garanci, mundeni të shikoheni si partner strategjik nga SBA-ja. Përndryshe, kapitali edhe mundet të ndikojë që të prish ekuilibrat e mëdha gjeopolitik dhe t'i thonë pikave dhe qendrave të mëdha gjeopolitike të vendimarrjes botërore: lëreni këta se populli nuk reagon dot dhe nuk ka fuqi të reagojë. Hajde merremi vesh me këta që janë në pushtet, ndajmë pushtetin, bëjmë biznes dhe ta mbyllim këtë histori. Pse? Sepse bota e ardhshme është bota e korporatave. Ka qenë e korporatave, ka qenë e biznesit, por tashmë do të jetë tërësisht biznes. Tërësisht biznes. Nuk ka më ideologji, nuk ka më pralla me mbret, nuk ka më asgjë që huton mendjet e njerëzve. Sharlatanët do dalin jashtë loje dhe ideologjitë do të goditen, të mirat prej tyre dhe të këqijat. Asgjë nuk lejohet më në publik. Kjo është bota re që po vjen. Ndikimi i investimit të Sazanit apo të Zvërnecit në politikën shqiptare deri në këtë moment është 0. Sepse, jo a kam thënë 10.000 herë dhe përsëris për të 10.001 herë. Investimi shkon atje ku ka stabilitet afatgjatë. Këtë stabilitet Amerikës në Shqipëri ja jep çdo lojtar i arshëm strategjik dhe nuk kanë nevojë vetëm të rinë me Edi Ramën, dhe nuk ka asnjë tregues që na bën tashmë të kuptojmë në këtë moment se është anulluar plani amerikan për të paqtuar me popullin shqiptar, i cili e refuzon këtë klasë politike ordinere, bashkë me metastazat që i prodhon ajo vetë me mediat e saj, anti-shqiptar. Ky është konkluzioni të cilin duhet ta keni të qartë dhe të cilin duhet ja përcjellni pjesës tjetër të shqiptarëve, që ta kuptojnë lojën e madhe, lojën e vogël, rikthimin e investimit të Ivanka Trumpit, ndikimi i familjes Trump në departamentin e shtetit, ndikimi i investimeve strategjike amerikane në rolin strategjik të shqiptarëve, bllokimi i Beogradit, çlirimi i Tiranës, mesazhi për BE-n, SPAK-u ka linjën e vet, ambasada ka linjën e vet, departamenti ka linjën e vet, departamenti i shtetit ka linjën e vet, drejtësia që është një investim amerikan ka linjën e vet, dhe të gjitha ecin në rrugën e duhur, në drejtimin e duhur. Mos lijoni t'ju manipulojnë zuzarët që dalin nëpër televizionet e Ramës. Loja po vazhdon, por kjo do të thotë që ju duhet të jeni të vetëdijshëm dhe të mobilizuar tërësisht si popull, jo të dorëzuar për të ndjekur ritmin e zhvillimeve nga afër dhe për të qëndruar në krah të interesave të Shqipërisë, edhe nëse loja ndryshon apo
lëviz strategjikisht ashtu siç janë gjasat, sepse gjithçka po lëviz strategjikisht në mënyrë të paparashikueshme nga minuta në minutë. Sa herë që fatet e Shqipërisë të jenë në rrezik, duhet të jemi aty në këmbë. Në qoftë se ju nuk jeni, do ta bëjmë ne, qoftë edhe vetëm. Në qoftë se nuk mundemi të bëjmë asgjë, do të flasim për historinë deri në fund. Sepse siç u thash, vendimi për të jetuar me dinjitet është pa kthim, është i pandryshueshëm, është tërësisht i parashikueshëm. Do të jetojmë me nder dhe me dinjitet të lirë në Shqipërinë tonë, ose mos na qoftë koka. Kaq për sot, detajet të tjera të rëndësishme do t'i ndjekim në darkë në bisedën e mbrëmjes ku do t'jemi të ftuarin tim, kolonelin Demira.